Këtë javë në emisionin Arkivi rikthehemi pas në kohë për të sjellë një nga veprat më të arrira të dramaturgut të njohur Haqif Mulliqi. Një shfaqje realizuar me 13 maj të vitit 2006, që edhe pse i përket një periudhe tjetër, vazhdon të mbetet aktuale për mesazhin, fuqinë artistike dhe interpretimin breslënës. Do t'i bësh shurka jeta, do t'i kesh dorim të dije, me sa vdekja të kërën, o të madit nuk i tile të Një udhëtim në arkiv për të zbuluar artin, emocionin dhe mendimin kritik që Haqif Mulliqi la si trashëgëmi në skenën shqiptare. Edhe pse me këtesh i shpet nuk është më jemi në tjesh të të ndihojmë të këtu. Po pasën e ojë të tije, për punës të tije, edhe punë tjera të partizon, për qëta të Jo ma shumë, se një të dije, si kur t'ishte vetë vektesh në mesin tonë. Natyrisht se me njerëzit e nivoj njëri tjetër, pra dhe në dhja, për atë këtu para gjithë, sa herë tjetë nevoj, në tërë qokë të punës të pijës. Apo edhe në shtëpi, sikur të ta presje vekteshin në dje, e pas të letë, dhe me më edhe mua të dje, edhe mua. Lërë dhe nuk do t'u harroj kur këtë mbështetje që ma gjatë në këtë qatë. Vektes. Pasqyre për dishmërisë. Po natyrisht, Ramon, nga se neve vetëm vdekje që na të vojnë me këtë numër kashë. Rafse vdekje që në përshërë! Të panaturke, shi për të zonë. Unë në të mos të titoni. Unë pandej, se në lagjën tonë, ka potencial udhëheqës, për cilin do të na kishim zilin, jo vetëm në ndeg, por në kremë të tësë. Për cilin potencial udhëheqës e ke fjallë të Rahman Aga? Që unë mendoj se nda që dhe që të përgjit. Uje. Partizon dhe të qoj dorën. Rusa kryetor. Raft Rusta! Dhe koha kam bendojma, si të kunet shëndrojma, sa punojme, sa ndërkojma, si me troj punojme, sa ndërkojma, si me trojme, sa
interpretarimin e kretarit. Shtelja. S'ke zbara, pa. Që ti arru se i ka koqi, zoti ja ka dërë papa. Shumë, që them pak më mirë se djeve, më mirë se pa djeve, po e ka them pas mirë. Nuk e kuptova dhe gjitha që ashtu globalitikisht, ato që ashtë bukurit edhe dje, edhe par dje, edhe nese pas nese, hajt mëse. Ora vesh asu mali, shtu sigur është nëse njëri, nga se ata që do ta kene rastin të me të qojnë, as nuk do të kenë se shfartë me pysin, bile nuk do të kenë se as shfartë me kundërshto. Do të dirë lasën tonë, Asi, desha të me dio, Zoti kryetar. Po, do të vendoj që unë jam e rrës të e moqën, O të vrat, zotit vrat, kitë shkë vrat e këtuar, e jo të parë. Ta shkë të përso mëra unë, nuk ka ujë pa. Da më një informacion shumë të rëndësishme ale. Kam dëgjuar se sot, do të vjenë për nësë, një delegacion të lartë i kreu të tekës ale. Shtu e? Bile ale, vetë kryetari, mos. Me kazonë, me cisterna. Me cisterna! Po me cisterna, ata që unë dhe me cisterna në tra. Po ata, triska që i morë nga në ndega partisonë, me to mund të rishti qdo javë nga një. Përfundon luft. Me që dita ujtë për të trejma s'kam. Po, fojlani, nuk do të abetet as i pikuj. Nëse nuk i dajtë pot, ka me në litera. Ura, që të analizuash me sepse ndokush këto mund... po nuk e di. Mbase, që një mbledhin e parë, do t'i përjashtoj të gjithë nga partia. Kruqe që ka tjilë, nuk është e mundër zoti kryetar. Gati se, po të zënë pat me la lesh në mure. Në trejmë, po veti, Ali. Ti kruan tima, kur ka po grajke mija me ku shka rejt me kur tonë për njone në kone. Por që Mortezi pashat, ma dhe zotë. Mortez, ale për po të vëshim kryetar ku për njone. Një sëni pa shës për njone. Do të neve, në shumë në adeshi për njone. Rus, të i rrushët, po kesh ka ka për njone. Ka deta da këtë gjithë me henon. Kryetar ka moni e mdim, a i ndryshe ashti do punone, edhe pa që shtolit, do da do punone. Që të ti, e kërpuna u mësi për dresh, Ramoni ishte i ma pasi kesh. Se kështë ty? Së jam një meqë. Dhe qoni, ka ti duke përgojnë në qo fuqinë në napati kuj. Qfar? Papa. Kujam? Kër mësoj se Rama edhe Runsta kishtë pësuar, kënë citoj të natë mërët për sëtë që kishim unë e të. Kyë! Në, se shkava e shkava. Je shkërdesha, mos mori. Hajtë do ushë. Po se e ti që më banë mirë, doktores. Mira të si duash, e atërta. Ha, brenda, ja, doktores. Mu balim ka thonë mosime që i ka të uja brenda se kur nuk i dijet. Unë jam i kujdeshëm, jam i virgjen dhe e vigilant dhe i kujdeshëm, jam patriot, doktores. Unë jam të nëse më ndë që ke menduar, doktores. Po. Thënë drejten, nuk di qëfar përgjigjem në këtë tjera. Do të jemi me të kërur të një atë dhe të
është mare, doktoresh! Unë, doktoresh, mund t'i shveshe sonde atje, më tu mare! Mare t'i shveshe pantalonar që të japi injekcion? Aha, doktoresh, me gjitha te, unë ti... Ajo do t'jena ne, unë do t'i lartë ne që të mos i vendet odre dhe të më ika. Kisha frikë se nuk do të më vije. Do t'vijen, do t'vijen. Loshka ime. Më falë celi. Do të vazhdoj? Kisha frikë se nuk do të më vije. Kush, mëne? Më parë do të vdesa se të mos vjen këta kem. Shumë do. Shme da krejt! Mua shumë. O shpirtin. Më prekishti të Javi se 50 ba. Da, tu kod Oresa. Manevra Ali trenira, manevre pederi su pička i mati. A pa ju e kom se na more t'kire! Pa nga tishe! Martona me të kërë. O të martosh me treshti të uërë qenë! Pion! Po, pikërisht kjo që kjo ide edhe me saksisë po e bën mina. Do ta zëm dhe do ta bëjmë që të na i rrepejt të gjitha. Aktori Jaja Shehu, por edhe autori i tekstit dhe regjisori Aqif Mulliqi dhanë opinionet të tyre pas përfundimit të kësaj shfaqje. Të nderuar zonja dhe zotëri, me duhet ju informoj se konflikti në Kosovë tashmë mori fund. Forcat serbe janë tërhequr. Po të më drejtën kjo komedi gati një 4 sa ditë që kemi punu, që shme thonë në ditë, edhe më duket si pas edhe për shkak gjatësis që ka vetë shfaqja, kujtoj që publiku e doroj me shumë kështu ju duk të bile tash njeni për më të ta si 3 minuta. Jam shumë i kënaqur që arritëm të paktën këto kushte shumë të vështira të realizojmë një për një, çfarë ishte kjo, një komedi të zezë për cilën ka nevojë publiku im, edhe u pason dhe që vërtet ka nevojë edhe se edhe që e kemi qëllu shumë dhe më thonë që kemi unë skenë këtë tekst njërit ndër autorët më të njohur të dramaturgjisë në Kosovë, zotit Aqif Mulliqi. Kjo është një protest intelektual, ta konsiderojmë një kaos që mbretëron vitet e pas luftës të ne. Dhe është një si thirrje që të përpiqemi çfarë do të qoftë përmes mesazheve që vepa jonë të ndryshojë. Mendoj që publiku domosdoshmërisht është identifikuar me personazhet, është përpjekur sa ta ka zgjuar asociacione të ndryshme, por e tëra kjo është bërë pa ndonjë hel, pa ndonjë mlef, është bërë përmes humorit. Kjo njihet si humorizi, por në fakt gjithmonë është keq kur njeriu qesh me besit e tij. Dhe unë besoj që shfaqja megjithatë ja ka dalë të komunikojë mirë.
Komedia është vetëm një nga punët krijuese të shumta të dramaturgut Haqif Mulliqi, tashmë të ndjerë, por gjithmonë të përkujtuar për punën e tij artistike.